Mu, edhe qytetarit bashkë nuk na intereson sa punëtori kitin shqyrtim të ankesat. Sepse aty jemi zgjidh problemet. Nuk mundet polici me thonë let vdes dikush atje në komunikacion se unë s'kam forca me cita atje. Sinqerisht më vjen shumë keq për këtë mënyrë të qasjes tuaj personale, tu e di që njihemi edhe në raporte tjera dhe e njemi shumë mirë edhe punën tonë. Dhe më vjen keq. Faleminderit për synin tonë kritik, po në asnjë mënyrë nuk ishte prit për anës tuaj. Me u kritikun këtë. Vet tensioni yt, vet agresiviteti yt, ndaj analizës time flet mjaftueshëm. Mungesa e pavarësisë së dukshme. Edhe pse agjencia quhet e pavarur, nuk ka raste konkrete ku ka sfiduar institucione të fuqishme. Nuk shihet rol aktiv në raste të ndjeshme publike, kjo ngrej dilema për guximin institucional. Mungesë fokusimit të qytetarit ishte pika 8. Raporti flet për institucione, procese dhe aktivitete, por shumë pak për përvojën reale të qytetarit, lehtësinë e qasjes drejtësi, besimin publik ndaj agjencisë dhe kështu me radhë. Pra ky raport edhe një herë është më shumë përmbledhje aktivitetesh se sa një pasqyrë reale e aktivitetit institucional. Një agjenci që merret me të drejtat themelore, si privatësia dhe qasja në informata, duhet të matet me ndikim real në jetën e qytetarëve, forcën për të mbajtur përgjegjësinë institucionale, transparencën dhe llogaridhënien ndaj publikut. Kështu që kjo është përmbledhja që unë i kam bërë këtij raporti si deputete e Kuvendit të Republikës Kosovës. Kam marrë shumë komente, shumë shkrime edhe për mënyrën se si punësohen njerëzit, si bëhen favore e gjëra tjera. Nuk do të shohim sot me që është takimi jon i parë dhe e kemi konkretisht raportin e performancës, do ndalim këtu, por megjithatë në takimet e radha besoj që do të jemi bashkë për t'ju dhënë drejtim dhe përgjigje gjitha pyetjeve që ka vinë edhe prej qytetarëve të Republikës Kosovës, qoftë për institucioneve, qoftë prej media, po qoftë edhe nga vetë me si deputet Kuvendit të Republikës Kosovës. Faleminderit deputete, pas zonës Musliu do ta ketë fjalën zona Shqipe Selimi, ju lutem nëse ka mundësi dhe zoti Dugolli. Pastaj lutem komisionerët të përgjigjen. Fillimisht faleminderit shumë nderuar deputete, po e shoh që e ke lexuar shumë mirë, kërkoj shumë falje, por sinqerisht më vjen shumë keq për këtë mënyrë të qasjes tuaj personale, tu e di që njihemi edhe në raporte tjera dhe e njemi shumë mirë edhe punën tonë. E para për nisi për transparencës. Vjen shumë keq nëse ka një mendim që po e paraqit ka edhe raporti, e sidomos për anës tuaj si deputete e ka hershme e Kuvendit të Republikës Kosovës, e kur e dini shumë mirë që kjo agjenci nuk ka funksionuar me vite të tëra, e pavarësia institucionale bashkë është pavarësi të cilën e kemi parë secili. Këta mund të ashe dikush që nuk ka sy kritik, por dikush që me të vërtet ka thjesht tendenca personale. Edhe këtë po ta them direkt, më fal. E para, cilat janë institucionet të rëndësishme prej Agjencisë të Inteligjencës Kosovës, që bashkë kush s'ka guxuar me prej. Pikërisht për transparencën e kësaj agjencie, është gjobit Agjencia për Inteligjencë. Janë gjobit Ministria e Jashtme, janë gjobit komunat, janë gjobit institucionet publike gjitha ato që nuk kanë dhënë qasje. Janë gjobit kontrollues privat, janë gjobit Kesko, është gjobit Ujselsi. Krejt ato institucionet të cilat kanë shkelit, s'kanë ofruar qasje një, ose dy, nuk i kanë mbrojtur dhënat. Cili është impakti direkt i qytetarëve? Po, që një vjet e gjysmë kemi nisë me zarfat, keni bo hajgare, dhe unë këtë e di, që po merrem me punë të vogla, po sot kanë filluar zarfat, me ardhur faturat në zarfat, që është baza e një shteti ku funksionon privatësia si duhet. Po flasim për kamerat, situata e kamerave në Kosovë ka qenë e tmerrshme. Sot kamerat nuk e kanë qasje, nuk muj me 6 inspektora, edhe me utranu, me bo ma shumë se që kemi bo. Me 6 inspektora agjencia operon. Edhe mund vjen shumë keq, që sot thuhet nuk ka pas pavarësi institucionale e para, e dyta nuk jem prek institucionet të rëndësishme, jem prek të gjitha ato që kam bëshkelja. Do i përfshihet ato të rëndësishme. Kemi shu vendime detyruese ndaj gjykatës kushtetuese të Kosovës. Kemi gjobit Këshillin Prokurorial të Kosovës. Kemi gjobit gjykatën. Cilat janë institucionet tjera të rëndësishme? Kuvendi nuk ka bërë shkelje. Prandaj, kemi shu vendime detyruese presidencës. Edhe gjitha këto janë punë që është bërë. Dhe më janë keq. Faleminderit për synin tonë kritik, po në asnjë mënyrë nuk ishte prit për anës tuaj. Me u kritikun këtë formë. Dhe po ta them shumë hapur.
Komisionere, fillimisht unë besoj që e kom bërë shumë qartë, tash e 17 vjetë, që mbrana zyrave të kuvendit dhe vendin tim të punës, unë të njo vetëm për pozitën që banë. Jashtë kësaj, mujme të pas mike, mujme të pas shoqe, mujme të pas armike, mujme të pas kundërshtare, mujme të pas gjithë shka, po këtu kur ulem, unë flasë vetëm zyrtarisht me juve. Dhe kur jeni mbrana kësaj dere, këtu jeni para komisionit parlamentar dhe jeni përgjegjëse vetëm për punën tuaj. Mu nuk më intereson privatësia kur hish këtu. Dhe ona personale, a jemja me asnjë tjetër. Ja kum thonë edhe shumë kryesuesve para juve, edhe drejtorave të policisë, edhe kur ka qenë general Rahman Rama ma herët, dhe këtu, në këtë komision, kur të vish, je komisionere, jam deputete Kuvendit Republikës Kosovës, dhe analiza ime, veç tash ngo, se unë dëgjua, e asë një herë s'kum ndërhy. Analiza ime ishte për raportin. Nuk jam këtu me ta bo qefin as ty dhe as kuj tjetër. E para, vetë tensioni ytë, vetë agresiviteti ytë, ndaj, analizës time flet mjaftueshëm. Dhe vesh një fakt po ta jepi, që është i pavërtet çka e the tani në replik. Faturat e rrymës, faturat e ujit dhe gjitha faturat tjera i marrin pa pliko ende nëse duhet mu krenu pse i pas kanë shtim pliko. Qeku janë të flasin, gjithë i kanë qysh i kanë marrë mujt e fundit që ti vetë sa më tha që e ke bo. Vetëm një fakt. Do më thonë nëse duhet për secilën mujt të ofroj fakte dhe argumente dhe i bazoj gjitha këto çka i kam thonë në fakte dhe argumente. Dhe prap, po e potencoj. Raporti është ma shumë vetë lavdrus se sa substancial, se sa efikas për qytetarin e Republikës Kosovës. Tash edhe njerë, nuk i nevoj as me ngrit zonin, as me bo me gisht, as me shqetsu. Ti e mbron punën tonë me profesionalizëm, dhe unë e respektoj profesionalizmin e secilit. Por nëse me ndoni, jo vetëm ju, po kush do të qoftë që ka me dalë para këtij komisionit, me raportu që unë ja bëj rrafsh kur të vjen komision, këto le ta harron. Sepse nuk njihem nga ata persona që bëj glazur. Thjesht, analiza ime thash, ti dush me qenë falenderuse që e kam lexuar rresht për rresht, shkronjë për shkronjë dhe ti thash shumë profesional kritikat, nuk lëshova në asnjë gjë, thash, unë kom marr dosje nga mediat, nga qytetarët, po nuk po du sot me i plasu ato. Deshta me folë shumë profesionalisht vetëm për raportin. Dhe ju e dini që jam pjesë e këtij kuvendit shumoti, e pjesë e këtij komisioni jam shumoti. Dhe kogja mire një fushën për cilën po flasim. Nëse diçka pat jo zyrtare, nëse diçka pat jo profesionale në to që e thash, urdhën fol. Po mos ti merr gjanat personale. Thash edhe herë, këtu të një vetëm si komisionere e agjencisë. Kaq. Dhe kritika, lutem më çfarë edhe një minutë. Kritika ime ke e bazuar në raportin që e keni ofru. Nëse keni një raport tjetër përveç këtij çka e ke thonë, hajde urdhno. Tjetra e nderuara komisionere. Mu edhe qytetarit bash nuk na intereson sa punëtori kitin shqyrtim të ankesat. Sepse aty jemi zgjidh problemet. Nuk mundet polici me thonë let vdes dikush atje në komunikacion se unë s'kam forca me qita atje.